Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin ton për të ndarë edhe një herë ngjarjen më të trisht që në fakt na ka tronditur ditën e fundit. Siç duket, vrasjet e femrave, vrasjet e grave shqiptare nuk kanë të ndaluar. Kam sjellur detaje për vrasjen e Ilaria Sula, e cila ka vdekur në moshën 22 vjeçe nga i dashuri i saj. Sot do t'ju shpjegoj të gjithë mënyrën se si ka ndodhur kjo vrasje dhe përse. Njëherë do ta lexojmë të gjithë të gjën, më pas do të ndajmë mendimet tona në këtë ngjarje tragjike. Një ngjarje tragjike ka tronditur të gjithë Italinë në një ditë më parë kur Ilaria Sula, një studente 22 vjeçare me origjinë shqiptare, e cila ishte shpallur e humbur prej disa ditësh, u gjet e vdekur brenda një valixhe të hedhur në një zonë pyjore jashtë qytetit të Romës. Nga denoncimi i bërë nga shoqet me të cilat Ilara ndante apartamentin ku jetonte në Rom, 22 vjeçaria u largua mbrëmjen e 25 marsit nga shtëpia pa i treguar askujt, një gjë sipas dëshmive e kishte bërë edhe herë të tjera. Pasi nuk morën më asnjë mesazh nga studentja shqiptare, mikeshat e saj denoncuan në polici që menjëherë nisi kërkimet, teksa mëngjesin e së mërkurës gjetën trupin e Ilariës. Dyshimet e para quan policin të i dashuri i saj, Mark Antoni Samson, një student 23 vjeçar me origjinë nga Filipina. Pas marrjes në pyetje, ai pranoi krimin duke thënë se Ilaria kishte shkuar në shtëpinë e tij pasi ishte larguar nga apartamenti ku qëndronte me shoqet. Ajo i kishte bërë me dije se donte t'i jepte fund lindjes së tyre dhe në inat e sipër ai e kishte goditur disa herë me thik, duke i marrë edhe jetën. Pas kësaj ai kishte futur trupin e saj në një valixhe dhe me makinën e tij ishte drejtuar për në zonën pyjore jashtë Romës dhe aty e kishte hedhur. Zbulimi makabër u bë nga disa persona që frekuentojnë zonën pyjore të Polit, të cilët kanë lajmëruar policin. E qellova me thik dhe më pas trupin e saj e futa brenda në një valixhe, mora makinën time dhe u drejtova drejt zonës së Polit, aty ku e hodha valixhen në një shkëmb. U pendova. Kërkoj falje, u shpreh Samson gjatë dëshmisë së tij. Prindërit edhe shoqet që nuk kishin arritur të kontaktonin dot me vajzën, e kishin denoncuar menjëherë rastin pranë organeve të rendit. Tabuletet dhe qelizat telefonike, që tregojnë vendodhjen e një personi kur bën një telefonat, ishin në mesin e elementeve që zunë në kurth ish të dashurin e studentes. Përmes analizimit të tyre, hetuesit arritën të zbulonin se një ditë pas zhdukjes së 23 vjeçari, Filipinas kishte vazhduar të përdorte telefonin e saj dhe të bënte postime nga profilet e Ilarës në mediat sociale për të fshirë dyshimet. Nëna e viktimës, Gëzime Sula, e cila nxitoi për në Rom së bashku me të shoqin dhe djalin pasi mori vesh lajmin për gjetjen e trupit të 22 vjeçares, deklaroi: "Menjëherë kuptova që diçka nuk shkonte. Komunikoni me video call dhe nuk dërgonte mesazhe. Më pas fola me miqtë e saj që jetonin me të dhe së bashku me bashkëshortin vendosëm të denoncojmë menjëherë zhdukjen e saj. Hetimet shuan menjëherë të djali me të cilin Ilara ka pas një lidhje në të kaluarën, por ne dinim pak për të. Nuk mund ta shpjegoj, thot nëna. Pse e bëri? Nuk e kuptojmë pse e bëri. Vetëm ai e di. Kam folur me motrën herën e fundit 2 javë më parë, sepse ajo erdhi të na vizitoj në Terni. Ajo ishte e qetë dhe nuk më thoshte për problemet, pastaj vetëm mesazhe. Të dashurin e saj e njihja, ishte një vit bashk, por u ndan, thot Leon, vllau i Ilariës. Nuk mungoi shumë dhe erdhi edhe reagimi i tatit të 22 vjeçares, Flamur Sula, i cili u shpreh se kur mbërriti në fillim në polici, i dashuri i vajzës shkoi menjëherë që ta përqafonte, sepse ndjehej i pikëlluar. Hera e fundit që kemi dëgjuar Ilarian ishte të martën dhe na tha se do të kthehej në shtëpi të shtunën. Ajo jetonte me shoqet në Rom. Nuk ndiqte universitetin, falni. Ajo ishte telefonata e fundit, pastaj kemi marrë mesazhe nga telefoni i saj. Ishte sikur të ishte vajza ime, shkruante. Ciao babi, mos u shqetëso. Jam mirë, jam me një djalë dhe një vajzë. Do të kthehem në Terni pas një muaji, shkruante.
mos u shqetëso, jam shumë mirë. Kjo gjë na ngriti dyshime. Nëse do të kishte qenë vërtet vajza ime, do të më kishte telefonuar. Të shtunën shkuam të bënim denoncimin për zhdukjen e saj. Më pas të dielën në komisariat takuam Mark Samsonin, të dashurin e vajzës time. Nuk e dinim që ishin ndarë. Ai na tha se i vinte shumë keq se ishte i shqetësuar për zhdukjen e saj, duke i qetë madje dhe më përqafoi. Reagimi erdhi edhe nga universiteti, ku aty studionte Ilaria, duke i quajtur këtë si një akt mizor dhe brutal të femicidit. Pas ditën e së mërkurës, qindra studentë u mblodhën në Sapienza për të kryer homazhet e fundit ndaj Ilariës, me lotët që nuk munguan nga personat që e njihnin dhe gjithashtu zhurma e Çelsave, që është një shenjë kundër femicidit në Itali. Në fakt, kjo është historia e Ilariës, një vajzë e cila humbi jetën në mënyrë makabër nga i dashuri i saj filipines, pasi që Ilaria i pati thënë që unë dua të ndahem me ty, dhe ky djali mori thikët edhe ka therrur disa herë me thikë. Tragjedi të këtilla, siç duket në fatin e femrave shqiptare, nuk kanë fund. Lëre nga burrat shqiptar, po tash na bën edhe nga të huajt. Prindët e Ilariës nuk kanë ditur asnjë gjë. Ilaria ka qenë me studime jashtë qytetit ku ka jetuar babi, mami dhe vllau i saj, dhe menjëherë kur kanë filluar dyshimet gjatë kohës kur i dashuri në fjalë ka marrë telefonin e Ilariës edhe ka shkruar nga telefoni i saj, prindërit kanë denoncuar rastin edhe kanë dyshuar se pas atij telefonit nuk do të jetë Ilaria, por fshihet dikush tjetër, me patjetër që nuk ua ka marrur mendjen se do del ish i dashuri apo ish i dashuri i Ilariës. Shoqet e Ilariës kanë informuar prindërit që Ilaria nuk ndodhet në banesë për disa ditë me radhë, domethënë kontaktet e fundit i ka humbur më 25 mars po të këtij vitit dhe kufomën e saj e kanë gjetur ditën e djeshme, më datën 4 mars apo më datën 3 mars, me datën 3 prill, më falni, po të këtij viti. Dhimbja është shumë e madhe për këta prindër, sepse i dashuri i Ilariës lëre që ua ka vrarë të bijën e tyre, por në fund edhe i ka përqafuar prindërit për të shprehur ngushëllime. I gjithë mesazhi im është ky, që mos toleroni kur në jetë që vajzat ju avrasin. Unë asnjëherë në fakt nuk kam besuar në këtë dashurit me të huaj. Janë shumë të rralla dashurit me të huaj që mund të jenë dashuri spektakolare. Të njëjtin rast e kishim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një burr amerikan vrau gruan e tij dhe fëmijët gruan me origjinë shqiptare, e cila ishte nga Korça. Dhe në këtë rast, domethënë, është edhe Ilaria, vajza e dytë shqiptare, e cila vritet nga një huaj filipinez i cili nuk pranon dot ndarjen me Ilariën. Pa marrë parasysh se sa dashuri të ketë në mes, unë mendoj që çifti ka nevojë për kompromise dhe për marrëdhënie të mirë për të arritur të kuptojë qëndrime, dashurinë dhe jo për të mbërritur në vrasje. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje tragjike që ka ndodhur në Itali. Shpreh ngushëllime ndaj familjes Sula dhe me shpresën që Zoti t'ju ia forcë për të kaluar këtë dhimbje të tmerrshme.